Horoskopi. Politika shqiptare ka pësuar një humbje të madhe këtë të premte. Ish kryeministri dhe ish kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë, Fatos Nano, ka ndëruar jetë pas një betejë të gjatë dhe të mundimshme me një sëmundje të rëndë që e kishte prekur prej kohësh. Lajmi i ndarjes së tij nga jeta është konfirmuar nga burimet të afërta me familjen dhe miqtë e tij të ngushtë, duke shkaktuar një tronditje të thellë në opinionin publik dhe një valë reagimesh në të gjithë spektrin politik. Nano kishte qenë i shtruar për 24 ditë në një spital privat në Tiranë, në gjendje të rëndë shëndetësore, nën kujdesin e mjekëve të specializuar. Pavarësisht trajtimeve intensive dhe përpjekjeve të vazhdueshme për përmirësimin e gjendjes së tij, trupi i ish kryeministrit nuk mundi t'i rezistonte më. Sipas mjekëve, ditët e fundit ishin tejet të vështira, ndërsa familja e tij qëndronte pranë shtratit në heshtje, duke u përgatitur për më të keqen. Në orët pas ndarjes së tij nga jeta, figura të shumta publike dhe politike kanë shprehur ngushëllimet e tyre, duke vlerësuar rolin e Fatos Nanos si një prej njerëzve që ndihmuan në ndërtimin e institucioneve të parademokratike në Shqipëri pas rënies së regjimit komunist. Kryeministri aktual Edi Rama, në një reagim të shkurtër, e ka cilësuar Nanon si njeriun që bëri të mundur rilindjen e së majtës moderne shqiptare dhe që la pas një trashëgimi të fortë politike. Ndërkohë, ish bashkëpunëtorët e tij e kanë përshkruar si një mendimtar të thellë, shpesh herë kontradiktor, por gjithmonë me një vizion të qartë për vendin. Kush ishte Fatos Nano? Fatos Thanas Nano, lindur më 16 shtator 1952 në Tiranë, ishte një ndër figurat më me ndikim të tranzicionit shqiptar. Ai rrite nga një familje intelektuale dhe u diplomua në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës, ku më pas punoi si pedagog dhe më vonë si ekspert në Ministrinë e Ekonomisë. Që në rininë e tij, Nano shuhej për aftësi analitike dhe guxim në mendim, cilësi që më vonë do ta shndërronin në një nga figurat më të spikatura të politikës pas komuniste, në vitin 1991. Në kohën kur Shqipëria po kalonte përmbysjen më të madhe politike të historisë së saj moderne, Fatos Nano mori përsipër detyrën e kryeministrit të parë të Shqipërisë pluraliste. Ishte një periudhë e turbullë, ku vendi përpiqej të dilte nga izolimi, të stabilizonte ekonominë dhe të ngrinte institucionet demokratike. Edhe pse mandati i tij i parë zgjati pak, ai shënoi fillimin e një epoke të re, duke i dhënë Shqipërisë drejtim dhe një shpresë për ndryshim. Pas krijimit të Partisë Socialiste të Shqipërisë në qershor të po atij viti, Nano u zgjodh kryetari i saj, duke ndërmarrë një nga transformimet më të rëndësishme politike në historinë e vendit, shndërrimin e Partisë së Punës, trashëgimtare e sistemit komunist, në një forcë socialdemokrate të orientuar drejt Europës. Ai u përpoq ta shkëpuste të majtën shqiptare nga e kaluara ideologjike, duke afruar me modelet moderne të partive socialiste europiane. Në vitin 1993, Nano u arrestua me akuzat për abuzim me detyrën gjatë periudhës së qeverisjes, por shumë kush e konsideroi procesin e tij politik si një hakmarrje e qeverisë së asaj kohe. Ai qëndroi 4 vjet në burg, gjatë të cilëve u bë një simbol i qëndresës dhe u mbështet nga një pjesë e madhe e opinionit publik që e shite si viktimë të një drejtësie të politizuar. Pikërisht në burg, Nano shkroi disa reflektime të tij politike dhe filozofike, që më vonë do të përmblidheshin në librat e tij, ku ai fliste për demokracinë, pushtetin dhe njeriun e ri shqiptar. Me krizën e vitit 1997, kur Shqipëria u përfshi nga kaosi pas kolapsit të firmave piramidale, Fatos Nano u lirua dhe u rikthye fuqishëm në politikë. Ai mori drejtimin e qeverisë në një kohë jashtëzakonisht të vështirë, duke përballuar krizën civile dhe duke rivendosur rendin kushtetues. Nano shërbeu si kryeministër edhe në vitet 2002-2005, duke udhëhequr proceset e para të integrimit të Shqipërisë në strukturat euroatlantike dhe duke nisur negociatat e para me Bashkimin Evropian. Megjithatë, marrëdhënia e tij me brendinë e Partisë Socialiste shpeshherë ishte e tensionuar. Ai njihej për një stil drejtimi autoritar, por racional, ku kërkonte disiplinë dhe koherencë politike. Në shumë raste, përplasjet e tij me figura të tjera të PS-s, si Pandeli Majko, Ilir Meta apo më vonë Edi Rama, e bën atë një figurë të diskutueshme, por gjithmonë me ndikim. Pas humbjes së zgjedhjeve të vitit 2005,
Nano vendosi të largohej nga drejtimi i partisë dhe të tërhiqej nga jeta publike. Ai jetoi për disa vite mes Tiranës dhe Greqisë, duke u marrë me botime, reflektime dhe ndonjëherë me intervista sporadike, ku analizonte politikën shqiptare me syrin e një veterani që e njihte në rrënjë sistemin. Në vitin 2007, ai bëri një përpjekje për të rikthyer si president i Republikës, por nuk arriti të sigurojë mbështetjen e plotë të PS-s, e cila tashmë drejtohej nga Edi Rama. Në vitet e fundit të jetës, Fatos Nano mbeti një figurë e respektuar, por edhe enigmatike. Ai qëndronte larg skenës politike, por ndikimi i tij ndihej ende në debatet publike. Ishte një nga të paktët politikan që njihte nga afër mekanizmat e pushtetit, por edhe dobësitë e sistemit shqiptar. Vdekja e tij shënon fundin e një epoke, epoka e politikanëve që kaluan nga komunizmi në demokraci, nga burgjet politike në kryeministri. Ai ishte për shumë shqiptarë një simbol i tranzicionit, me të gjitha kontradiktat dhe sfidat që e shoqëruan atë periudhë. Në ndër të tij pritet të shpallet zi kombëtare, ndërsa kuvendi dhe institucionet e tjera shtetërore do të organizojnë ceremoninë shtetërore të homazheve në ndër të Fatos Nanos, njeriut që për dekada të tëra mbajti peshën e së majtës shqiptare në supet e tij. Figura e tij do të mbetet për herë pjesë e historisë politike të vendit, si themeluesi i Shqipërisë. Horoskopi.